në klasën e 7 fillore, jem kone në Bjeshk. Në stane? Në stane në altë atje ku dalën, se i që ishin baktin atje. Edhe thuhet që reprezentacioni i Kosovës në handball, petrive, ka me shku në Vojvodin Kaq atje diku, një qytezin Kaq, pu maj kanë garat federalet Jugoslavisë. Edhe më vjen mu për një ftes, për me shku e me ju bashkan gjitë grupit të reprezentacionit. Që dita isha që abuzve, humve, Bjeshka mo, të i pijuj në përpusa, të i levizjet ndryshme. Edhe më djergin mu prej Bjeshke në shpe edhe përgadit na hypim tren drejtën në Zagreb, për vërtet në Beograd, e pej Beogradit aty në Kaq, në Vojvodin. E merë, na qojnë me një shpi, me një familje, se i mershin familjet, për me i majtë ata tritë. Natë, pa dalun, pa ditun, pa... Pi Bjeshke? Pi Bjeshke mo. Përsa e mora shamull Bjeshken edhe kumrina unë. Shkova atje, ata familjarët mirë, shumë të mirë. I mershin ka 2, 3, eventualisht, edhe i majshin mirë, se ishin gara 10 ditore. Po na fmi. E i majshin mirë, në lëdhatojshin, po kur ashtrun sofrën, tavolinen, atër në tavolin, më hangër buk, i qëtën gjithat mira. Po ndërko e qëtën, thashe, diçka është, taj Kaçkavalli, djathi shumë i madhë, e qëtën mes tavolinës, edhe po thonë, hani, e mirë. Na nuk dishim me komunikusa, ata folshin gjurëve, në atonë, edhe po më thëtë mu, tha berre, veç mu ka silë herë. Edhe i kom thonë ati djallit që isha me te, thash, unë nuk ka djath thive. E ka po aj të unë një shqetsim të madhë, aj pronari i shpis. Tha, u mundu me komuniku dhe ma tjeti jo, e ka thirë treneri. Hajde erë se kem problem. Jo problem, po djalli është i shqetsum, pak e se di qa ka. Kur herë dhaj, tha, Haxhi Kok, thash, unë thash, du me te krejt, thash se unë djath thive nuk ha. Dhe ka nis me kesh, ka tha, po nuk mjelen thi, të Abdullah. Nuk bëhet djathi për i thive.